Një ngjarje që shkaktoi alarm mes pushuesve dhe autoriteteve në Bregdetin e Shëngjinit përfundoi fatmirësisht pa pasoja. Disa media raportuan se një shqiptar i Kosovës u raportua i zhdukur në det, duke ngritur dyshimet se mund të ishte mbytur. Menjëherë pas njoftimit u angazhuan forcat e kërkim shpëtimit, të cilat për rreth 3 orë zhvilluan kërkime intensive në zonën detare me mjete lundruese. Ndërkohë që operacioni vijonte, bashkëshortja e tij e gjeti burrin shëndoshe mirë në një kafene pranë Bregdetit. Mësohet se ai ishte larguar nga plazhi pa njoftuar familjarët, duke bërë që të krijojë alarmi dhe të niste operacioni i kërkimit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.